Kemi që dashur, rojt jeni sa më mirë, sot do flasim për çajrat që duhet pim kur jemi me burr në veshka. Atëherë fillojmë me vajin e basallit, parën fare që pihet 1 lugë e mesme në mëngjes esëll dhe 1 lugë e mesme në darkë para ushqimit, 2 herë në ditë. Vazhdojmë me proporzin me rigon, 3 herë në ditë nga 10 pika mbas buke. Vazhdojmë me faret e gjëmbaçit që merren 7 kokra dhe zjehen 5 minuta me filxhan çaji. Pihet ky çaj, të njëjtat kokra zjehen 3 herë në ditë. Tani do marrim një tenxhere të madhe, do e mbushim me 2 litra gjysmë ujë. Fillimisht do zgjedhim vetëm muti 4 deri 5 minuta derisa të na marrë val. Masi uji na ka marrë val, nga ky çaj uromer do hedhim 9 lugë gjelle. Po në të njëjtin vend do shtojmë 1 lugë mostaqe misri, 4 fije kalli delli, 1 lugë gjelle çaj ashe, 10 kokra dëllinj të zezë, 1 lugë gjelle fjerë guri. Në momentin që janë bashkuar gjithë çajet bashkë, do i lejmë 2 deri 3 minuta të zjen akoma. Do e fikim dhe do e ngullojmë. Mirë është ta konsumojmë 4 herë në ditë nga një gotë 200 ml pas buke. Pjesën tjetër që na tepron e ruajmë deri frigoriferit dhe e kemi gati për ditën e nesërme. Çaji mbulsohet sipas dëshirës, mund pihet i ftohtë, i pakët, nuk ka asnjë problemi. Faleminderit shumë që më ndiqni. Për porosi na kontaktoni në numrin ton 069 34 15 86 ose në DM.